Se që po thua dhe se që po bëhet s'merret vesh. Disa thonë është lojë agjenturësh, disa tjerë thonë është revolucioni pelikanit Kaçurrel. Nuk e di si e komentojnë qytetarët, domethënë parë nga pikpamja personale. Shqipëria ka shumë nevojë për proteste dhe duhet përmbys sistemet e kalbura. Pra me thënë me fjalë të tjera, neve jemi molla dhe sistemi është krimbi që ha mollën. Jo krim, po ujku. Ujku, krimbi që i vogël. Protesta është shumë mirë, po ne jemi populli pa morvesht. Një thirrje që shumë e mirë me ram. Bën fëmijët për prindërit. Të gjithë atje, ndryshe nuk ka hajër ky vend. Unë dikte që kryeministri ja la topje gjashën spakut. Me verifikoni, boni shtoni, edhe kaq. Shka du të them që protesta dhe më thonë që është e drejt, apo së është e drejt, të shjedi spaku. A do në bravo ju shofë për më shumë vones. Më mirë vonë sa kur për? Po nuk bëhet fjalë. A ka më keq më se ka çuar këtu të vend. Thonë që është edhe revolucioni i pelikanit Kaçurrel. A do nuk e di. Ju vetë keni marrë pjesë? Jo, unë jam punë, s'kam marrë pjesë. Po që e mbështesni? Qa fumo? Isha hatë më parë, një orë më parë. Po protesta nuk është dëshirë më njeri. Protesta është ndjenja e gjithë popullit shqiptar që janë bashkuar për të ardhmen e tyre. Të lloj protestash janë mira, po duhet parë janë të mira. Pa duhet parë imtësisht duhet parë imtësisht të qëndron ky problem. Po. Ndërsa është më mirë nga gjithë protestat tjera, se ata kanë dalë një protesta top. Ata që janë bërë atë miting dhe gjëra. Ndërsa kjo është e plot. Unë them që populli është në rrugën e drejtë, është në rrugën e teja. Kërkon transparencë, kërkon. Si e parashikoni juve, domethënë, kush fiton në këtë, nëse do e shohim si duhet? Jo, ne shikojmë dhe për 2 ditë. Mbas 2 ditëve qeveria do bëj punën e saj ta përçajë. Kjo më pëlqen shumë dhe kështu duhet të jetë. Një gjë e tillë, se unë jam nga të parat që kam hapur kufirin në jug, se randiot janë. Po s'bërën lëvizje populli, ata të marrin jetën. Përse na duhen udhëheqje, të paktën të në veri hanim një copë bukë me domate, djetë tani s'blen, as domate, as djetë. Kjo është një dokument me ligjin 7699. Edhe përfundon 1993. 93, kush e kanë nxjerrë? Po qeveria që ishte në pushtet në ato vit. Po kush atë në rrugaq? Çfarë kërkon e dhapaj? Dhapaj çfarë kërkon? Ja ka një këtu. Po pra. Ja dhe harta. Kjo, ja dhe kjo tjetra. 7500 ish. Po 7500 ishin, po e di. Tash kjo shumë larg, ki ligj me këtë. Po larg janë, po sigurisht. Jo, shumë larg. Po. Kurse ky ka hartën. E cila hartë është këto? Sepse kjo është harta këtij që ka marrë ti. A që ka marrë? Po si bëhet? Ato që e kërkojnë, dhapem ato qende vet. Të shikojnë këte, hartën këtu, edhe këtë ligjin këtu. E kupton. Si e shikoni protestën nga këndvështrimi juaj? Kemi një protestë. Keni marrë pjesë juve? Jo. Po pse s'merrni pjesë? Kam frikë. Ke frikë.